Tema tjetër e mësimit është SBA-ja, modeli një shteti liberal. Çështjet që do të trajtojmë në këtë temë mësimi janë tiparet e sistemit politik në SBA, depresioni ekonomik në SBA në vitet 1929-1930, kursi i Rooseveltit për nxjerrjen e vendit nga kriza ekonomike, lëvizja për të drejtat e varfërve dhe grave. Konceptet kryesore: bumi ekonomik, nënkuptojmë është mbizotrimi i ekonomisë së SBA-s në rang ndërkombëtar, dyfishimi i prodhimit industrial, rritja e fitimeve dhe rritja e pagës së punëtorëve. Depresion ekonomik do të thotë mbiprodhim, mungesa e tregut për shitjen e këtyre prodhimeve, që çon në rënien e bursës, mbylljen e bankave, të fabrikave dhe shoqërohet me papunësi, varfëri. Kjo shpjegohet me një sistem domino, e cila para njëra bien të gjitha në vazhdimsi. Sistemi domino në rënien e ekonomisë që shoqërohet njëkohësisht edhe me pasoja sociale. Një koncept tjetër është dhe kursi i Rooseveltit, ndërhyrja e shtetit në jetën ekonomike e sociale për të ringritur ekonominë dhe mirëqenien e popullit. Pse e them ndërhyrja e shtetit në jetën ekonomike? Se kjo ndodh për herë të parë në SBA, që çon në dështimin e sistemit kapitalist të ideuar nga Adam Smith në shekullin e 17. Dhe ndërhyrja e shtetit në jetën ekonomike bën që të dështojë sistemi kapitalist dhe të ngrihet një sistem tjetër që është kombinimi i pronës shtetërore me pronën private, por një pjesë të mirë të ekonomisë e kontrollon shteti. Cilat janë tiparet e sistemit politik në SBA përpara se të ndodhë kriza ekonomike? Dihet që SBA-ja është një nga shtetet më të rinj të krijuar në botë, në historinë moderne, por që në fillesat e krijimit të saj u krijua një shtet që hartohej, që zbatonte ligjet e kushtetutës, një kushtetutë e cila respektonte pavarësinë e pushteteve. Vendi është republikë presidenciale dhe respektohet pavarësia e pushteteve, ku pushtetin ekzekutiv e ushtron presidenti në SBA. Dy janë partitë politike që konkurrojnë, është Partia Republikane dhe Partia Demokratike. Pushteti tjetër është pushteti legjislativ që në SBA ne kemi mësuar, ushtrohet nga Kongresi dhe përbëhet nga dy dhoma, dhoma e Senatit dhe deputetëve. Pushteti gjyqësor ushtrohet nga gjykata e lartë. Ne e dimë shumë mirë se nga mësimi që mësuam për luftën e parë botërore, gjithë lufta u zhvillua në kontinentin evropian. Nuk u zhvillua në SBA. SBA-ja hyn më vonë në luftë, pas provokimit që i bën luftanieve të saj në Oqeanin Atlantik nga Gjermania. Me hyrjen e SBA-s në luftë do të ndryshojë krejt rrjedhën lufta e parë botërore dhe që do të çojë edhe në fitoren e saj. Mirëpo, gjatë luftës së parë botërore, ekonomia e vendit pati fitime marramëndse dhe u zhvillua shumë, dhe një pjesë e ekonomisë së saj punonte për të pajisur qoftë me armatime ose edhe me ushqime pjesëmarrësit në luftën e parë botërore në kontinentin e Europës. Kjo njihet si bumi ekonomik amerikan, që filloi gjatë luftës, por që do të shoqërohej deri në vitet 1929. Një pjesë e industrisë punoi për ekonominë dhe nevojat e luftës në Europë, duke sjellë asaj fitime marramëndse. Pas luftës solli dhe shkatrimin e ekonomisë europiane. Mirëpo shkatrimi i ekonomisë europiane do të thotë mbyllje tregut për SBA-n. Dhe gjithë ai prodhim që ishte për tregun europian tashmë do të ngelej stok, gjë që do të bllokonte ekonominë amerikane, e cila tashmë pas luftës kishte zënë vendin e parë në rang ndërkombëtar. Si pasojë e këtij zhvillimi të mbiprodhimit, kemi edhe dyfishimin e fitimeve, por edhe njëkohësisht rritjen e pagës së punëtorëve. Si pasojë e parës së madhe që qarkullonte atëherë në SBA, kemi edhe një dhënie të kredive të pakontrolluara nga bankat, që merrnin njerëzit qoftë për investime në biznes, pse jo edhe për blerje banesash, edhe për pushime, që ne do t'i quajmë më vonë këto kredite
Gjithaj zhvillim të madh që pati SBA-ja deri në vitin 1929, çoi në një rënje të menjëhershme të saj si pasojë e mbylljes së tregut evropian. Gjithë ky mbyprodhim do të çonte në ngeljen e mallrave stok për asnjë treg dhe ato nuk shiteshin. Ngelja e mallrave stok çoi në mbylljen e fabrikave, që u shoqërua pastaj me papunësi. Ngelja e njerëzve të papunë bëri që shumë banka e kishin të pamundur të mblidhnin kreditë që u kishin dhënë njerëzve për çështje të ndryshme. Mbyllja e bankave u shoqërua me rënjen e bursës dhe rënja e bursës çoi njëkohësisht edhe në një krizë sociale në vend që u shoqërua me uri, varfëri dhe humbje jete. Rënja ekonomike amerikane interpretohet si sistemi domino, duke rënë të gjitha njëra pas tjetrës. Në 1932 drejtimin në SBA-s e merr presidenti Franklin Roosevelt, i cili përkiste Partisë Demokratike. Ai ndoqi një kurs që njihet në histori me emrin Kursi i Rooseveltit, program për nxjerrjen e vendit nga gjendja e vështirë ekonomike dhe sociale ku ishte. Kursi i Rooseveltit nënkuptonte ndërhyrjen e shtetit në ekonomi duke i dhënë fund kapitalizmit si teori, që thamë edhe më lart, teoria e Adam Smithit, dhe duke hedhur bazat e shtetit të mirëqenies sociale. Termin, koncepti i shtetit mirëqenies sociale ne kemi shpjeguar edhe në mësimet e mëparshme, është kur shteti interesohet për shtresat më të ulta të shoqërisë, për rritjen e mirëqenies së tyre, qoftë në jetën e përditshme, në shkollim, në shërbim shëndetësor, pensione e të tjera. Programi për të dalë nga kriza ishte ulja e papunësisë, 2 ringritja e ekonomisë dhe 3 rritja e mirëqenies. Po cilat që janë masat që mori të menjëhershme kursi i Rooseveltit që njihet në histori dhe si plani i 100 ditëve. Në radhë të parë ai vendos ngriti mensa sociale, ndërpreu pensionet federale, vendosi paga fikse, punësoi të rinj në sektorin e infrastrukturës rrugore, shfrytëzoi pasurinë nëntoksore në malet shkëmbore në SBA dhe pyet ku punësoi të rinjt në këtë sektor kaq të vështirë. Përveç punësimit mori jetë edhe një ekonomi dek të ekonomistë të cilat nuk ishin dhe më parë. Vetë shteti financoi në hapjen e bankave duke dhënë para nga buxheti i tij, kjo që hera e parë në historinë e SBA-s, por edhe do të pasohet më vonë edhe në vendet e tjera, ku shteti ndërhyn ndërhyn në ekonominë private për nxjerrjen nga krizat të vendit. Me këto masa u ul papunësia, u rrit mirëqenia dhe u ringrit ekonomia e vendit në SBA. Të gjitha këto hodhën bazat e shtetit të mirëqenies sociale. Lëvizja feministe. Si lëvizjen e kemi parë për herë të parë edhe në Britaninë e Madhe, por në SBA u pati një përhapje shumë të madhe dhe e veçanta ishte se në këtë lëvizje u përfshin gra dhe vajza pa dallime race, kundër skllavërisë, por edhe për të drejtat e tyre. Si lëvizje fillesa dhe ka në vitin 1848, ku mbajt për herë të parë takimi grave dhe vajzave dhe ku hartua deklarata e të drejtave të grave, ku theksoheshin të drejtat për pjesëmarrjen në politikë të grave, për arsimimin e tyre, pse jo dhe të punësimit, të drejta të barabarta me burrat. Drejtuesit kësaj lëvizje ishin Suzana Antoni, Elisabeta Stanton, Lucrezia Moti e të tjera. Ndërsa në vitin 1920, gratë në SBA për herë të parë fituan të drejtën e votës, që do thotë fituan dhe të drejta politike. Për këtë temë mësimi kam dhënë 2 tema shumë interesante, nisur edhe nga situata në cilën po kalon vendi ynë, por edhe bota, që njihet pandemia nga COVID-19. Si pasojë e situatës së rëndë ekonomike që shoqërohet për shkak të kësaj pandemie, ka edhe pasojat sociale. Duke u lidhur nga mësimi që ne morëm, që ne njohëm hapat në të cilën
kaloi ekonomia e SBA-s nga mrekullia ekonomike e SBA-s, bumi ekonomik siç e quajtëm, edhe se si ajo ra shkallë si pasojë e mbylljes së tregut evropian. Në një farë mënyre kjo është një krizë që shoqëroi SBA-n, por që pati hapa të mëtejshme edhe në vendet evropiane, pra që një krizë botërore. Po në ditët e sotme, a ka ngjashmëri kjo kriza e SBA-s me këtë çfarë na shkakton kjo pandemia COVID-19? Argumentoni përgjigjen tuaj dhe dërgoni në email. Një temë tjetër që kam dhënë për këtë temë mësimi ka të bëjë me lëvizjen feministe që ndodh në SBA, por që në kushtet e ditët e sotme në vendin tonë, pavarësisht se luftohet shumë për të drejtat e vajzave dhe grave, ne shohim që jemi në një situatë shumë herë më të mirë dhe më të përmirësuar nga vitet më përpara. Dhe tema është vajza, gruaja, nëna janë gjysma e popullsisë në një vend. Cili është roli i tyre sot në shoqërinë? Ju mund të punoni njërin nga këto temat, pastaj të na dërgoni në email. Faleminderit.